Këto janë teori, sepse nuk besoj që nëse e këshyr aksionin në funit e policisë, ata kanë mbyllë dhe kanë gjetë, por në fakt të gjitha ato me një ankesë kanë me rikëthym punë për shkak që nuk ka bazë ligjore që kanë gjetë shumë atë. Të interesant është aksioni i policisë që ndërmeret edhe na shohim që po e qitet në sheret atë, të interesant është çka ndodh 3-4 mas asajna. Çka ndodh hapën shumica aty. Na kemi pas në 2 emisione në Ferizaj ku i kemi paraqit direkt këtë lloj të veprimtarisë për shkak që ato gra hapta ze pranonin një marrëveshje me ne, deklaronin që janë të gatshme, i bënin pagesën, hoteli caktoi, tutje gjitha këto informacione i dorëzonim në polici, po njëjta veprimtari vazhdon atë zona, vazhdon ato lagje, vazhdon ato lokale thuajse të njëjtat ku shihen e njëjta lloj veprimtarie duke funksionuar ato kafe të hapura, edhe pse inspeksioni me një vendim përkohshëm vetë se i ka mbyll, po tutje me intervenimet ose idetë të cilat ata vetë se i dini kanë në shërbim. Si arsyetohet kjo nga institucionet përgjegjëse, ky veprim? Kur ato mbyllën, pastaj hapën sa janë edhe ata transparent me publikun, me tregu se çka realisht po ndodh. Në momentin që ata nuk dorëzojnë, nuk marrin një aksion të mirëfillt, duke dorëzuar marrën me vendim që me dërgu një detektiv, një hetues mirëfillt, i cili në mënyrë të fshehtë i bën një hetim mjaftueshëm ku merr prova të cilat edhe ne se ja kemi dorëzuar përmes me filmike të kamerave të fshehta. Ata nuk besoj edhe ka një vullnet nga prokuroria që gjitha këto materiale t'i mbledh, po nuk ka vullnet që ato t'i krijojmë një lloj akt akuze të mirëfillt ku do t'i dënonte, do t'i mbyllte dhe kjo dukuri do të luftoj seriozisht nga ana institucione publike. Për me po, ka ana do më shtruani një anë tjetër, sepse kam bisedu me në klinikën infektive. Edhe është ndodhur një fenomen që është shumë për më shqetësuar. Deri me tani, deri para 2-3 viteve, numri më i madh kanë qenë gay të cilët kanë pas HIV. Është më shqetësuar me të madhe sa është numri i heteroseksualëve dhe burrave të martuar që janë të u lajmëruar, më duket kanë diçka në 20 diçka raste veç deri që të vet. Po vërtet. Edhe kjo kallëzon shumë. Kjo kallëzon për 2 anë. Unë nuk po du me lidh me këtë boomin e eskortave nga Amerika Latine, për shkak që unë mendoj që ato përdorin mjete mbrojtëse, por nuk jam i sigurt. Edhe e dyta është për shkak të një teori është për shkak që kjo numri i tyre është rritur për shkak të jetës së dy fesh të këtyre personave, po çka po du me thonë, është unë mendoj që këto duhet të legalizu të dyjat në Kosovë. Edhe eskortat edhe kazinot ose bastoret. Që janë 2. Nëse shteti ose nëse emra qytetarë kanë shumë interesim për këto 2 kategori biznesi, për eskorta dhe për bastore. Edhe nuk po më lëshme nalti, sepse janë grupe të ndryshme, grupe të fuqishme, pare madhe, ndikim shumë i madh, hall ka shumë të ndryshme derisa ti nuk më lëshme i ran fije se kush ka gabu, se për më lidhët e Herolindi dhe më thonë, policia të bërë një aksion, ja dorëzon provat prokurorisë, prokurori tash varet sa është i fortë, prokurori me paraqit ato prova, me bind gjyqtarin që me vazhdu një mas. Tash t'i ki 3 hallka, njëna bën i dështoj, me zotën Elezi kanë pas diskutuar shumë të rasti Liridonës atëherë, qysh ka mujt me eskalu këtë situata për shkak një hallke kryesore që ata kanë mujt rastin me marrë si grabitje. Krejt varet qysh kur të shkon inspektorati e policia në vend të ngjarjes, qysh e shtrojnë ata historinë e asaj ngjarjes. Me qenë se përmende HIV-AIDS, e legalizimi. Janë gjithsej 21 raste të reja vetëm në 6 muajin e parë të këtij viti dhe madje kemi 2 vdekje. Këto janë në Kosovë dhe është ngritur një alarm edhe nga instituti shumë gjendje alarmante. Kombëtar i shëndetësisë publike në Kosovë. Shumë gjendje alarmante në kuptimin që identifikimi i numrave përkota alarmante, se ndoshta ky numër ka qenë më herët kështu, por na nuk e kena ditë, po kjo ndoshta po ndodhet edhe shkak një hapjes ose një vetëdijësimi shumë madh të njerëzve krahasu me periodat e ndryshme kohore ku u kanë shumë marrë me shkutje klinika infektive me bënë test. Tash ti ke mundësi të mëdha për me bë ato. Por gjithashtu kurat bën jetë të dy fesh, sepse këtu deri pak. Ata nuk bën jetë të fesh veç, nuk bën jetë të fesh veç me djem. Po. I bëjnë, se jetë të fesh është edhe me eskorta. Po, pa dyshim. Gratë e tyre, nëse testohen dhe ato mund të rezultojnë pozitive. Po, ato fëmijët mund të rezultojnë pozitive. Edhe fëmijët, madje nëse ushqehen nga gjiri nënës dhe... Po, në më thënë, e kanë, rreziku është nëna një dekade, në krahas të sajna lirimit, dhe më thënë, ka mindsetin njerëzve që me kanë okej me u testu, kina me zbëllu dhe një të vërtet,
të hidhur që nuk e kena kuptu. Sepse të vërtetën që në jetesa jonë seksuale, shëndeti